Kryeministri Kurti u takua me senatorët amerikan Shaheen Murphy, Tillis dhe Gallego dhe flet për Bajskën dhe Radojčićin në margjinat e konferencës së sigurisë në Munich. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti u takua me senatorët amerikan Jane Shaheen, Chris Murphy, Tom Tillis dhe Ruben Gallego. Ai shoqëroi në këtë takim nga zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme të diasporës Klaus Konjucka dhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonsi. Kryeministri Kurti shprehu mirënjohjen ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës si aleati jon kryesor procesi i Kosovës në aspektin demokratik dhe atë ekonomik u theksua përgjatë takimit. Kryeministri foli rreth orientimit euroatlantik dhe objektit të angazhimit tonë të vazhdueshëm për anëtarësim në NATO dhe Bashkimin Evropian. Në lidhje me raportet me Serbinë, kryeministri theksoi rëndësinë e dorëzimit terroristit Milan Radojčić, i cili duhet të vijë përballë drejtësisë në Kosovë për organizimin e ekzekutimit në sulmit në Banjsk me 24 shtator 2023 në shkrimit të marrëveshjes bazike të rreqjes së letrës së Brnabićit, ku thuhet se nuk do të respektohet integriteti territorial i Kosovës.